Rama kreu një akt ndër më të egritar miqësor ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Cilado që janë problemet e Shqipërisë, Shqipëria nuk ka asnjë problem madhor në rrafshin strategjik, gjeostrategjik dhe politik me Bashkimin Evropian, që ka Serbia. Serbia, jo nga Shqipëria, por nga qëndrimet dhe historia e saj, është konsideruar dhe konsiderohet Rusia e vogël në Ballkan. Shqipëria s'është konsideruar kur zonë influente ruse. Rusët bën çdo përpjekje që tapi të dështonte, mos kalonte nga Shqipëria, vetëm se e dinin që gazi i tyre s'mund të kalonte nga Shqipëria. Serbia ka probleme të mëdha politike për të zgjidhur. Marrëdhëniet me fqinjtë, me Kosovën dhe Bosnjën, me Republikën Srpska të Bosnjës, që e ka përdorur si një koloni në kërcënime të mëdha për bashkime të tjera. Shqipëria s'ka asnjë problem geopolitik me asnjë nga fqinjtë tanë. Ka vetëm marrëdhëniet më të mira, më normale në të gjitha aspektet. Kosova, Shqipëria, Serbia nuk njeh genocidin serb në Srebrenicë, i shpallur genocid nga gjykatat ndërkombëtare dhe nga të gjitha institucionet, dhe një kusht i vendeve demokratike